Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Para disa ditësh ka nisur rikonstruktimi i segmentit rrugor Azem Quka, projekt nga bashkia me vlerë 25.858.350 lekë me TVSH. Por problem është moskalimi i automjeteve që detyrohen të lëvizin në rrugën me sens të kundërt lëvizje, duke rrezikuar gjobat nga policia. Para disa ditësh ka filluar rikonstruktimi i segmentit rrugor Azem Quka. Bashkia Lushnjë është investitori i punimeve në këtë rrugë të amortizuar që kishte nevojë për ndërhyrje me vlerë 25.858.350 lekë me TVSH. Trotuari sipas punëtorëve do të zgjerohet 1,5 metër. Do të shtrohet me pllaka të reja për trotuar, pasi të shtrohet asfalti në rrugë dhe do të vendosen dhe bordurat me gjerësi 1 metër, gjithashtu me pllaka të reja. Gjerësia e rrugës është 5,5 metër me gjithë bordura, kurse vetëm rruga do të jetë e gjerë 4,5 metër pas punimeve. Nuk do të ketë ndërhyrje te ujërat e zeza dhe të bardha, sepse janë bërë më parë punime në rrjet, por do punohet me pjesën elektrike si dritat, linjere elektrike që do të zëvendësoj atë ekzistuese. Kujtojmë që aktualisht automjetet nuk po kalojnë tek rruga Azem Quka për shkak të punimeve, por po kalojnë tek rruga pranë zyrave të OSHE, që është me sens së kundërt lëvizje me rrugën që po rikonstruktohet. Automjetet, sipas tabelës, janë në kundravajtje dhe rrezikojnë gjoba nga policia. Bashkia e Lushnjës duhet t'i jap zgjidhje sa më shpejt këtij problemi. Afati i përfundimit të punimeve për rikonstruktimin e segmentit rrugor Azem Quka është pas 5 muajsh. Operacioni policor Koordinata në Mallakastër azgjësoi një parcelë në fshatin Cëril me 1.881 fidan narkotik kanabis sativa. Arreston duke u hitur fidanët narkotik 2 autorët e dyshuar dhe kryeplakun e fshatit. Operacioni policor Koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike vijoi në Mallakastër, ku gjendën dhe u azgjësuan në një parcel në fshatin Cëril 1.881 fidan narkotik kanabis sativa. Policia kapi në flagrancë në parcel duke u hitur fidanët narkotik 2 autorët e dyshuar. U procedua penalisht kryeplaku fshatit dhe një shtetas tjetër i dyshuar i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Shërbimet e policisë Mallakastër, si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe i hetimeve të kryera me metoda proaktive, në vijim të operacionit policor të koduar Koordinata, goditën një rast të tentativës për kultivim të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në fshatin Cëril, shërbimet e komisariatit të policisë Mallakastër gjetën një parcel me 1.881 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë në parcel u kapën në flagrancë duke u hitur fidanët narkotik shtetasit AS 53 vjeç, banues në Greshic, dhe ESH 34 vjeç, banues në Cëril, të cilët u arrestuan për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht kryeplaku i fshatit, shtetasi IS 63 vjeç për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Gjithashtu në vijim të veprimeve hetimore nisi procedimi penal edhe për shtetasin MZ 44 vjeç banues në Ballsh, ku gjatë kontrollit të banesës, këtij shtetasi ju gjetën një armë sportive, 12.400 euro, 400 pound dhe rreth 900.000 lekë të reja, të cilat dyshohen se ishin në funksion të kësaj veprimtarie kriminale. Fidanët narkotik u azgjësuan me anë të djegjes. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kampjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve foli edhe për restaurimin tek Ishburgu i Spaçit. Duan të shuajnë gjurmët e xhelatëve të diktaturës, tha Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve reagoi mbi restaurimin e Ishburgut të Spaçit, që sipas Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit është një ndërhyrje planifikuar për restaurimin dhe ruajtjen e sitit si pjesë e një plani të miratuar në 2024, që synon kthimin e Spaçit në një muze të kujtesës i hapur për publikun dhe i dedikuar reflektimit mbi regjimin komunist dhe rezistencën ndaj tij. Gjithashtu dhe për realizimin e një projekti filmik për revoltën e vitit 1973. Por sipas Berishës po tentohet fshirja e gjurmëve të xhelatëve të diktaturës. Është indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelmim për zdyti
i ati kalvari që ka ndodhur në atë kamp, dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmen e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Është dëshmi tjetër se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvoglojë aktet shnjërzore të atij regjimi që ky e quajti ana e drejtë e historisë. Policia e Lushnjës ka arrestuar një 36 vjeçar në Barbullin, pasi nga hetimet dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase 24 vjeçe. Gjithashtu policia e Lushnjës dhe e Fierit ka proceduar edhe 5 shtetas të tjerë për vepra të ndryshme penale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë kanë ndaluar shtetasin MÇ 36 vjeç banues në Barbullin, pasi nga hetimet dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase 24 vjeçe para disa muajsh. Policia gjithashtu referoi materialet në prokurori për vlerësim ku nisi procedimi penal për shtetasit IM 49 vjeç, FM 32 vjeç, IM 42 vjeç dhe EM 20 vjeç, banues në Fiershegan, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë qelluar me grushte një shtetas 65 vjeç po banues në Fiershegan dhe kanë thyer me mjete të forta xhamat e lokalit të tij. Policia referoi materialet në prokurori sepse shtetësia MV 78 vjeçe pas një infeksioni në ambulancën e lagjës Savër ka pësuar reaksion. 78 vjeçarja është dërguar në spitalin e Lushnjës, por pavarësisht ndihmës mjekësore ka humbur jetën, po punohet për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin AB 28 vjeç banues në Fier, pasi në fshatin Ferm Çlirim, automjeti që drejtonte është përplasur me një mjet pune frezë me rimorkjo me drejtues shtetasin GÇ 50 vjeç. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar shtetasit GÇ, AC 66 vjeç dhe një shtetas 14 vjeç, të cilët ndodheshin në rimorkjon e frezës. Shtetasit GÇ dhe AC ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Ndryshojnë kompensimet për pasagjerët që fluturojnë në Bashkimin Evropian. Koha e pritjes rritet me 4 orë. Vendet e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të rrisin kohën e pritjes për pasagjerët e avionëve përpara se ata të kualifikohen për kompensim. Pasagjerët e fluturimeve në distanca me distanca të shkurtra duhet të përballen me vonesa që shkojnë në 4 orë ose më shumë përpara se të mund të kërkojnë kompensim, sipas planeve të reja të BE-s. Për fluturimet me distanca të gjata, vonesa duhet të jenë 6 orë ose më tepër. Rregullat aktuale të Bashkimit Evropian diktojnë që pasagjerët mund të kërkojnë kompensim nëse fluturimi i tyre vonohet për më shumë se 3 orë. Vendet e Bashkimit Evropian rënë dakord gjithashtu të rrisin shumën e kompensimit për ata që vonohen në fluturimet me distanca të shkurtra nga 250 euro në 300 euro, por planifikojnë të ulin nga ana tjetër kompensimin për fluturimet me distanca të gjata nga 600 euro në 500 euro. Rishikimi të drejtave të pasagjerëve ajror të Bashkimit Evropian u propozua fillimisht në vitin 2013 nga Komisioni Evropian. U deshën 12 vjet negociata që shtetet anëtare të arrijnë një marrëveshje mbi ndryshimet në kornizën kohore për kompensimin e këto plane ende duhet të negociohen me Parlamentin Evropian para se të marrin formë ligjore. Organizata Evropiane e Konsumatorit e kritikoi megjithatë këtë nismë me arsyetimin se ajo do të privojë shumicën e pasagjerëve nga të drejtat e tyre të kompensimit, pasi pjesa më e madhe e vonesave janë nga 2 deri në 4 orë. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.